Përshëndetje të dashur shqiptar kudo që ndodheni në çdo vend të globit, sidomos përshëndetje shqiptarët që janë në Amerikë me të gjithë shtetet. Shqiptarët e mi ju e pat vetë, unë dola e special ditën e shtunë për demonstratën që u bë dhe i kërkova kryeministrit qesh në fuqi Edi Ramës i largonte sa më parë drejtore e policisë të përgjithshme dhe drejtore e Tiranës, sepse e tepruan që të dy, sidomos drejtore e përgjithshme të Tiranës, unë kishe njoftua shumë herë dhe i kishe bërë kërkesë shumë herë që duhet shkonte ligjin e jo Edi Rama. Se Edi Rama është një person, një ordiner që të mban e të heq urgjent. Nuk ka besë, nuk ka lidhje. Pra, pavarësisht se unë kam thënë gjithmonë që Shqipëria ka nevojë për të rinjt, moshën e tij, por duhet shkonte ligjin e vërtet. Pse duhet shkonte ligjin? Ju e pat dashur shqiptar demonstratën që bën Sali Berisha. Ajo është demonstratë vërtet terroriste. Ju e pat edhe vetë si shëtisin në përqytet dhe shgoni vetë që go si qëllojnë tamam si në luftë. Pra, policia nuk po bënte shamat, apo nuk po i ruante tiranësit. Përse e them këtë? Sepse të dashur shqiptar, demonstratën më përpara që e bën, arritën sa helmuan edhe duke falur njerëzit. Ne kemi një pikturë, një foto originale, ju e shihni shiko si hithin helmin duke folur, janë njerëz duke folur në xhami. Policia s'bëri asgjë. Duhet t'i arrestonte tamam si terrorizm. Para kësaj, bëni një demonstrat tjetër, e kam fjalën të tretën të fundit. I doqën policat. I doqën policat edhe i shpunë në spital, gati 12-13 polica, për 5 minuta e nxuar jashtë, të plagosur të djegur, që të paktën në spital duhet të rinë 24 orë, po duhet të rinë 2-3 ditë. I nxorin qëllimisht. Ministrja e emëruar, Albana Koqiu. Albana Koqiu aty tregovi një anti-shqiptar. Tregovi sepse ajo është së bashku me demonstratën terroriste. Sepse i nxori policin nga spitali. Demek që nuk kanë aksident. Pra, dashur shqiptar, ditën e shtunë, i vun zjarrin, shëtisin në për bulevar, qëllimi ishte që të dilnin tiranësit në demonstrat. Por leqës dual, po i mbyllën e dyert e dritaret, mbyllën dyqanet, tregtin, arritën, sa do të e shihni dhe vetë, dogjën shtëpinë e Enver Hoxhës dikur, që ka vrarë 26 vjet ai regjim më në krye Enver Hoxhën e Rami Salin kohën e fundit, ka vrarë na i Trenovi, na ka burgosur, ka vrarë patriota. Pa here, kur Sali Berisha, se nuk e dite më përpara, kur ishte president, kur ishte kryeministër, por ai pallati ishte shitur, se kështu i shesën këta dashur shqiptar, ma shesën francezëve, armiqve tonë shekullor. E dinte që ishën artist, e dinte që e kishën marrë francezët. Pra, ajo që u bë këtu e shihni dhe vetë, që quhet terrorizm, që quhet me paramendim vrasje dashur shqiptar. Pavarësisht se kush ishte brenda, pavarësisht se kush ishte. Ishte përgatitur. Pra, unë po e paralajmëroj përsëri kryetari SPAK. Organizatorët që bën këtë ditën e shtunë, ju urgjent duhet t'i arrestoni për terrorizm. Për arsye se ajo që terrorizm për të djegur Tiranën, pavarësisht se kontrollohet nga të tjerë. Por ai ishte terrorizm, ai ishte e qëllimshme e përgatitur.
Asnjë, policat pse të dilnin? Policat marrin $600. Le të dilte drejtori përpara edhe ata të quajtur shefat e tyre, që marrën para me metro kub, kurse policia shkret merr $600, 500 edhe $600 në muaj. Pra ata s'kishin fuqi. Dashur shqiptar, ajo që u bë të shtunën nga dy partit, nuk është vetëm partia e Sali Berishës, është partia e Edi Ramës. Qëllimisht që të diqnin, qëllimisht e përgatitur që të diqnin Tiranën dhe kur të shihnin të tjerët, rrugaqëria të diqnin qytetet e tjera. Qëllimisht, ai është programi që ka thënë Rami Salia që e keni nxjerrë vetë në për televizore, që ne i ngritëm, ne i rrëzuam. Ndodhim në 97-ën. S'lan fabrika pa rrëzuar, s'lan hekurudha pa hequr, kret hekurudhat i shkatruan. Pra dashur shqiptar, a e keni parë, keni qenë vetë më të gjithë botën, emigrant të detyruar, i vetmi shtet në botë që s'ka hekurudh, s'ka travaj, është e qëllimshme, izolimi total 100% Shqipëria. Njerëzit intelektual kanë dalë jashtë. Pra, demonstrata është e lirë të bësh, po është e lirë të bësh nga shqiptarët, nga ata që vuajnë, nga ata që u aprishin shtëpit, se të dyja partit, nga ata që nuk i len të hanë dhe bukë, nga ata që nuk e len të udhisi shtëpin, t'i pikoj që atia nuk e len të rregulloj, nuk e len të mbjelli një pemë, nuk e len të mbjelli një frut, të mbjelli drith, nuk i len për arsye që t'i sjellën nga jashtë. Pra shqiptar, ajo që u bë të shtunën, edhe ajo që është bërë para 5 ditëve që është bllokuar rruga Elbasan Korç, është e qëllimshme. Pra spaku, por kanë fjalën, i kanë ngelur vetëm Zoti Qela. Zoti Qela, unë të lajmërova ditën e shtunë dhe të kam thënë që nëse do ndodh diçka të digjet Tirana, kam dalë para se të beshe ajo që u bë. Dhe i kam thënë popullit shqiptar që rrinin në përshpira të qetë se kishën diçka për të bërë. Edhe e bëm, a herë ti si kryetari, si prokurori i përgjithshëm i Shqipërisë, Zoti Qela, çfarë bëre? Pse nuk e arreston për terrorizëm? Ti ke drejt të arrestosh? A herë u detyrova dola përsëri dhe jam drejtuar Edi Ramës dhe i kam thënë, Edi Rama, ti si kryeministër ke të drejtë të heqësh nga puna drejtore e policisë dhe kryetar, prokuror, domethënë kryetarin, prokuror e përgjithshëm Zotin Qela, që s'bëri asgjë. Çfarë ka bërë sot Zoti Qela? Përse nuk i ka arrestuar organizatorët? Pse nuk i ka arrestuar Balliun, që ka organizuar, që organizon çdo demonstrat të qëllimshme? Duhet që gohet biografia e tij, e jati i tij, kush ka qenë? Deri dje jati i tij i shërbente Enver Hoxhës. Edhe ai ka filluar. Unë i kam thënë Berishës, Berisha, njerëzit që të rrethojnë, që i more nga rruga, i bëre milionierë, ata të hangër kokën, ata ta bën ditën e shtunë. Pra Berisha, ti duhet dënohesh si terrorist. Edhe asgjë tjetër. Franca doli dje, parmërëm, doli urgjent dhe e tha punën e saj. Dual 2 shtete, doli Evropa, doli Gjermani dhe e tha realitetin. Ajo është krim nëse prokurori i përgjithshëm nuk vepron urgjent dhe të arrestosh kudo që të jenë organizatorët që ne Berisha e gjerë ne Klevin Balliu, sidomos të dashur shqiptar, një gasmen bardhi, ai ishte kryesori që shkatrovi e Berishën e PD-n e tyre. Ata janë qëllimisht të futur për të bërë rrëmuj, për të djegur Shqipërinë, për të humbur gjurmat e tyre. Shqiptarët e mi, ka erdhur koha e fundit.
Unë çdo gjë që u kam thënë janë realitete. E di se çdo bëhet e më vonë, sepse ne i kemi të gjitha në kontroll. Ne shëgojmë, dashur shqiptar, ne shëgojmë me ngjilper kur hidhet në majt të malit të Tomorrit. Ne shëgojmë çdo gjë. Pra, dashur shqiptar, Shqipëria është në rrezik për çështje allavrasje. Duan luftë civile. Këtu problemet e kanë. Në qoftë se prokurori i përgjithshëm prap po të drejtohet zoti Qela, nëse ti nuk i arreston terrorista, ata quhen terrorizëm që brithin nëpër bulevarët e Tiranës. Deq ju drejtuan dhe bankës, ju drejtuan shumë gjërave dhe më fund e bën atë që deshën. Do me thënë, quhet krim i përgatitur, i mirë përgatitur, i mirë bërë planin, se pavarësisht se kush ishte brenda, ishte 7-8 veta brenda. I shinit dhe në përdritare kur qillonin, i shojtën dhe dritat, hynë përposh në bodrumin e verit që del në lanë. Pra, dashur shqiptar, këta keni patur në qeveri. Këto fytyra keni patur në qeveri. Këto fytyra ku kanë shërber ju. Mua vjen keq për djemtë e rinj që janë ushtarak në polici. Janë pa rrogë, kurse oficerët e tyre. Pra, Edi Rama, nëse ti sot o nesër nuk e largon Peleshin, Niko Peleshin, nuk e largon Ballën, Quqin, Majanin, sidomos nëse ti nuk e largon urgjent Albana Koqiu, që ishte ministre brendshme dhe zotrote e ke zgjedhur zvendësin tënd. O Edi, e ke mbushur kupën plot. Çfarë nuk po bën? Je bashkë të dyja partit. Je ti që ke urdhëruar here që u doq. Më ditën e shtunë. Je ti, nëse ti nuk e heq brenda 24 ore Albana Koqiu, jo që tjetë në qeveri, që shumë shpejt ne do kalojmë, po ta heqsh urgjent për krimin që i bëri në demonstratën e parë kur u doqën policat. Edhe vajtin spital dhe i pa me fasho dhe i lirovi mbas një ore. Qëllimisht që do me thënë nuk ka policat djegur. Ajo është shkaktar. Ajo është kryesorja. Ti e ke zgjedhë atë për interesat tënde personale. Pavarësisht se që janë së bashku me Balluku. Po Balluku dohet burg e do t'i ngjaj më keq. Filem duhet të ishte arrestuar që ditën e premte. Ballukun po e kërkojnë për të arrestuar. Pra, të gjithë do arrestohen. Përsëri, po të them Edi Rama. Edhe më gjashtë kam përsëri për të thënë para shqiptarëve. Unë jam dikushi. Unë jam dhe kryetari i shpresës të kombit. I shpresës që kemi bërë qeveri teknike. Nuk ka qeveri teknike tjetër përveç kësaj që kemi krijuar ne. Me intelektualët për të shërber kombit. Për të hapur rrugët përsëri. Sepse rruga që u bllokua, që është prishur më 2-3 vende, prej Elbasani dhe deri gati në Qafethanës, është e qëllimshme për të bllokuar rrugët, për të bllokuar të mos vinë Korça, Kolonja, të mos vinë me në Tiranë, të sjellën perime, të sjellën ushqime, korçare. Pra, e ke të bërë të qëllimshme. Të qëllimshme e keni bërë të dy partit. Ju të dy partit jeni anti-shqiptare. Të dy partit do jepni llogari për 97-ën, për 21 janarin, për naftën që ja quat serbit, që i vranë bosnjakët dhe më në fund vranë kosovarët. Pra, Edi Rama, të është mbushur kupa, plot e për plot. Pra, vepro sa më parë, vepro urgjent, hiq Peleshin që është i quhet kryetari i kuvendit.
Hiq Taulant Ballën, që gjoja eshtë i deputetëve, i emëruar. Hiq Blendi Çuçin, mikun tënd, i di vetë si ke punë me atë, i ndroni nga njerë portat, një e merr ti, një e merr ai. Pra, e kupton ku e kam fjalën. Ulsi Majan, ai që ishte ministri i jashtëm, ai çfarë s'po bën, janë bashkë me Berishën. E një po e përsërit, duhet urgjent. Në këtë moment që ti quhesh kryeministër, duhet të thresh me njëherë, ashtu si që hoqe drejtore policisë, pavarësisht se unë kishte lajmëruar shumë herë që drejtori i policisë ishte gati për të hequr, edhe është gati për të arrestuar për gabimet që ka bërë, sepse drejtori i policisë, dëgjoj Edi, ka marrë mend tënd, pavarësisht se është djalë i ri, mori mend tënd dhe ja ku doli. Pavarësisht se unë e kishe lajmëruar shumë herë, e sidomos e lajmërova dhe ditën e premte. I thash kujdes, se Edi Rama është i pabes. Edi Rama çdo gjë që ti ke thënë, ne e dim. Pra, si ty, edhe shefat e tjerë që janë të rinj, mos dëgjoni Edi Ramën. I shërbeni shqiptarëve, ruani shqiptarë, ruani policët, mos i dërgoni të bëhen mish për top, sepse Edi Rama dhe qeveria dhe partia e Berishës, sidomos ata kryesorët do 11, ata janë anti-shqiptarë, ata duan rrëmuj, duan djegje. Pra, e njëherë, të drejtohem Zoti Qela. Nëse ti nuk e arreston Klevin Balliun, edhe kur të vjen në burg, ai do të tregoj pik për pik kush e ka ngjitur atë, kush i ka thënë atij që të bëj këto, se ai bën çdo demonstrat, ai del Tiranën në çdo rrugë, u jep fletushka, ejani në demonstrat, se tirancët nuk dalë. Ata ishin njerëz të erdhur, të dashur shqiptar, ishin nga Veriu. Pra Veriu nuk po vë mend kokë. Nuk po vë mend kokë Veriu, se Veriu 46 vjet me regjimin komunist u ka vrarë gjyshrat, baballarët e tyre, sepse Veriu ishte në trima, kishte luftuar kundra serbit, kurse komunistët e nxuarin natin dhe Veriu. Edhe 35 vjet Veriu është pa bukë, pa shkollë, pa gjë, ja kanë prerë çdo gjë, përsëri i ndjekën dy partit pas. Kjo është keqardhje e madhe. Keqardhje vërtet e madhe, se ne kemi foto të gjitha kush ishte në demonstrat, të gjithë ishin nga Veriu, asnjë nga Jugu. Pra, ishin të Veriut aty ku ka bërë kërdin komunizmi, aty ku ajo shtëpia që ishte e Enverit, aty beshin planet, po planet beshin në kryeministri e në komitet qendror. A pra, dije atë, vraje Salin, vraje Edi Ramën, kur je kundra regjimit komunist. A nuk ishe komunista këta? A nuk ishte Berisha sekretari i parë? A here? Përke vini? Se nuk dili për ujë të bëni demonstrat, për bukë, për fëmijët tuaj që si keni, që s'u japin pasaportat e shtëpisë, fletët e shtëpisë si i quani ju, nuk u japin? Pse s'ngriheni për këto punë, si që ngrihet bota? Pse s'ngriheni për ushqimin që u sjellën nga jashtë, të helmuar? Pse s'ngriheni që nuk u lën të mbilli drith, që nuk u lën të mbilli perime? Pse s'ngriheni për këtë? Ç'punë keni ju me dy parti anti-shqiptare, me dy njerëz që janë milionera, që kanë vjedhur parat, që nesër do jenë parat e tyre tuaja, pra dashur shqiptar, unë do jem në orën 6 përsëri, unë i them Edi Ramës, nëse prokurori i përgjithshëm Qela nuk i arreston flagrant qenë Berisha, të gjithë ata që ishin të quajtur deputet, ata s'janë fare deputet, që ka zgjedhur populli shqiptar, ata i urren populli shqiptar, nëse ti duhet ta heq nga puna urgjent nëse ai nuk dërgon flet arreste për ata që bën mbrëm e për atë që bën para ca kohë për xhamin. Evropa
ka dalë kundra ju të dyve partive. Franca po ashtu e Franca e mallkuar, prap ka dalë kundra jush. Pra, do shihemi përsëri dashur shqiptar, do shihemi në orën 6, sepse këta e kanë kthyer në terrorizëm. Terrorizëm duhet dënohet me dënim më të rënd që ekziston të paktën 35 vjet. Edhe duhet të dënohen flagrant, të arrestohet flagrant, nuk ka rëndësi çfarë imuniteti kanë, nuk kanë imunitet kur djegën një diçka. Miru pafshim në orën 6.